Kur pushimet të mbarojnë dhe secili nga këta fëmijë të jetë kthyer pranë të afërmve dhe shokëve, me siguri do t'u tregojë atyre për disa ditë jo të zakonta që kanë kaluar. Do t'ju flasin gjëre gjatë për një udhëtim të bukur. Do t'ju tregojnë se si u nisën nga qytetet e tyre dhe si vazhduan drejt qytetit mikpritës Selanikut. Që këto tregime dhe përshtypje të mos mbeten vetëm rreth të njohurve të pushuesve të vegjël, me ta qem edhe ne. Ndaj, nëse keni dëshirë, na ndiqni për të parë mësuar diçka të re që nis me këto pamje të një vendi shlodhës dhe të reqës, siç janë ambientet e kësaj ujvare të qytetit të bukur të Edesës. Të ardhur nga shumë qytete të Shqipërisë, fëmijët tanë tashmë disa qindra në ture të ndryshëm pushimi kanë bërtur fillimisht këtu, sipas një programi të caktuar që më parë nga Kryesia e Shoqatës së Vëllezërve të Shqipërisë, që është edhe iniciatorja e organizatorja e këtyre pushimeve. Në këto mjedise, ku bukuria e natyrës është në harmoni të plotë, edhe me bukurinë e mendjes dhe punës së njerëzve, secili nga pushuesit e vegjël mund të shohë dhe të kuptojë se Selaniku është ende larg që këtej, e diçka më shumë edhe shtëpia e pushimit, kështu që duhet mos vonoheni. Drejt qytetit për ku udhtojmë, të gjithë dinë diçka. Dikush ka dëgjuar se Selaniku sot është ndër qytetet më të mëdha të Greqisë me një presje 8 milion banor. Një tjetër thot se ka lexuar që ai, pra Selaniku, është një nga limanet më të vjetër të Ballkanit, me një histori mijëravjeçare, e që ndodhet përgjatë arterit kryesor të rrugës së vjetër Egnatia, pjesa e parë së cilës nis nga qyteti ynë i Durrësit dhe e mbaron në Konstantinopolin e dikurshëm apo Stambollin e sotëm. Këto ne i plotsojmë edhe me diçka më shumë. Selaniku quhet edhe Adheu i Aristotelit, pasi filozofi i madh u lind diku në një vend banim në jug të qytetit. Në të nuk mungojnë vepra të bukura të antikitetit grek, romak, bizantin, turk, ndaj edhe muzet, parqet apo kopshtet ku ato gjenden e janë vendosur, janë të shumta. Qyteti ka edhe një kopër zoologjik. Si kryeqendër e Greqisë së Veriut, ky është një nga qytetet më të zhvilluar. Simboli i tij është kulla e famshme e kështjellës, që njihet me emrin e Lefkos Pirkos. Të gjitha këto kanë bërë që Selaniku sot të jetë kryeqyteti kulturor i Europës. Vetë qyteti së bashku me krajinën e Kaliqidhiqis zgjidhin numrin më të madh të turistëve të Greqisë. Një nga këto zona të bukura turistike është edhe Shëntriada, ku gjendet kampi i pushimit të fëmijëve Pik Pak. Pik Paku është një kamp ku çdo fëmijë ka një program të caktuar. Sipas drejtuesve të tij, këtu vijnë fëmijë edhe nga vende të tjera të Europës lindore dhe juglindore.
i ngritur që në vitin 1950 ai ka pritur me mira kushues të vegjël. Por për fëmijët tanë ky është vetëm viti i tretë që vijnë këtu. Brenda kësaj kohe, numri i tyre është rreth 1200. Duke parë rreth e rrotull, të bën përshtypje hapësira e madhe që është në dispozicion të pushuesve, me vende dhe kënde nga më të ndryshmet për arktimin dhe i shlodhjen e tyre. Brenda pikpakut gjenden që nga këndet shlodhëse deri tek ato të lojrave të tilla si basketbolli, volejbolli, futbolli, madje edhe një skenë për shfaqje buzdetit. Por është menduar edhe për mallin apo merakun e dikujt për ta afërmit e tij. Kështu brenda kambit ka kabina telefonike. Kjo sepse rregulli është që dalja jashtë mureve të pikpakut bëhet vetëm me leje ose në mënyrë të organizuar. Vendosja e godinave të fjetjes, mencës, banjove dhe dusheve fare pranë detit ka 2 qëllime, thon drejtuesit. E para është që fëmijët ta shijojnë që brenda tyre kënaqësinë e të qenurit pranë detit, por më kryesorja është që të edukojnë edhe disa shprehje të domosdoshme për të ardhmen, siç janë durimi, vetëpërmbajtja, kërshimje kënaqësie që ke kaq fare pranë para përmbushjes së disa detyrimeve që dalin nga jeta kolektive. Ndaj edhe programi ditor fillon me pastrimin e territorit nga ato pak papastërti që mund t'jenë jo vetëm nga pakujdesia e dikujt, por edhe nga faktorë natyror si era, tallët e të tjera. Më pas, gjimnastika e mëngjesit. Bilbilat e instruktorëve kërkojnë çdo djalë apo vajzë të jetë në vendin e vet. Ky është momenti kur fëmijët fillojnë dhe grupohen në bazë të vendeve nga kanë ardhur. Tani dita fillon dhe merr lëvizjen e vërtetë, ritmin karakteristik për pushuesit e vegjël. Të bësh veprime miror nuk është e lehtë, por kjo ka bukurinë e vet pasi përmban në vetvete një garë të vogël mes shokësh apo shoqësh, se kush i bën veprimet më saktë, më bukur dhe më shpejt. Për 10-15 minuta të vënë rresht apo të mbledhur në formë rrethi, çdo veprim kryhet sipas një komande të caktuar. Tek ngrënia e mëngjesit që vjen fill pas gjimnastikës nuk po ndalemi se me siguri ata që na ndjekin kërkojnë të dinë më tej për programin ditor të kampit dhe sidomos për daljen në det. Por asaj ende nuk i ka ardhur koha. Me mbarimin e ngrënies së mëngjesit çdo fëmijë është i lirë të merret me diçka të tij, dhe kjo vazhdon për afro 30 minuta. Vetëm pas kësaj dhe hop të zhveshur tani në rërën e pastër të nxehtë të imët të plazhit, bregu merr tjetër pamje, duket sikur mbushet me lule nga më të bukurat. Dhe kjo fal shijes së hollë të çdo pushuesi të vogël që me aq kujdes ka zgjedhur veshjen e tij të banjos. Për ata që vinë nga vende bregdetare si Durrësi apo Vlora, qëndrimi miror nuk përbën ndonjë siklet. Madje ata dinë mirë se si mund të luhet mbi të me top apo lojra të tjera plazhi. Për këta, prania e guackave të bukura dhe delikate në breg të detit nuk është ndonjë gjë e veçantë. Ata edhe mund t'i shkelin me këmbë pa e patur mendje, dhe kjo nuk do të thotë asgjë për ta. Veç ndryshe është me ata fëmijë që vinë nga qyteti, ku deti përbën një mall të vazhdueshëm. Gjirokastritët, korçarët, kolonjarët, përmetarët, elbasanllint e të tjerë shihet se janë më të ndrojtur. Në qëndrimet e tyre mbi rër, në prekjet e saj, ata duket se tregojnë një kujdes të lehtë. Vështrimet e tyre mbeten gjithmonë si të përmalluara drejt ujit. Veshët e tyre mezi presin të dëgjojnë sinjalin e larjes. Dhe kur ai dëgohet, të parët që vrapojnë drejt ujit janë ata.
Me ndrojtjen e ujit të freskët dhe thellësisë së tij, veprimet në fillim janë disi të përmbajtura, por kur momenti i parë kalon, të gjithë janë të lirshëm. Dikush përpiqet të mësojë notin, dikush tjetër të shkojë pak më larg se shoku. Më të vegjëlit shojnë me zili ata që më të mëdhenj se ta lahen më thellë. Ai që ka marrë mjet e zhytje, e shijon futja në ujë me vështrimin e fundit të detit. Duke qenë një zonë e pastër nga pikpamja ekologjike, këtu mund të shohësh kafshë uji që në vende të tjera mungojnë. Dhe, ndërsa fëmijët lahen, ne i drejtohemi njërit prej instruktorëve tanë, studentit Hergi Sica. Si keni organizu punën me fëmijët? Tani, si shdihet, fëmijët që kanë ardhur në këtë kamp janë nga mosha 9 deri në 15 vjeç dhe gjithmonë nga ne tentohet që të punohet në drejtim të shkatësimit të tyre. Prandaj janë zhvilluar shumë aktivitete të ndryshme, që nga lojrat me dorë, si volejboll dhe basketboll, gjithashtu dhe futbolli. Megjithatë, shkatësimi i tyre është tentuar edhe në drejtim të pikturës ose aktiviteteve të tjera, gjithashtu shëtitje të ndryshme që janë bërë nëpër qytet, si në Selanik, për njohjen e kafshëve në kopshtin zoologjik, gjithashtu dhe shëtitje tjera që janë bërë këtu rrotull kampi. Siç tham, gjithmonë tentohet drejt shkatësimit dhe edukimit të tyre paraprak, që ata të kenë një kulturë qytetare dhe inteligjenca e tyre të zhvillohet në një pikë sa më maksimale. Prandaj edhe këtu përpiqemi me fjalë që fëmijët të mësojnë edhe diçka nga gjuha greke, duke u folur, gjithashtu dhe duke i ndihmuar ata. Aktivitetet në drejtim edhe të sportit përfshihen edhe duke bërë banjo, gjithashtu dhe not, për të zhvilluar trupin e tyre dhe fizikun e tyre. Ndërsa për aktivitetet të tjera, siç janë për shembull gjatë darkave, që zhvillohen kërcime, vallëzime të ndryshme, fëmijët mendojnë që janë edhe shumë të kënaqur. Pas ngrënies dhe pushimit të drekës, larja vazhdon edhe mas dite për rreth një orë, sepse të tjera aktivitete janë të parashikuara. Kur mbasdite do të kalohen në kamp, ndeshjet e basketbollit, volejbollit e futbollit janë të zakonshme, po kështu edhe leximet apo vizatimet. Jo rrallë garat zhvillohen edhe me fëmijë të vendeve të tjera, ndërsa shëtitjet jashtë kampit janë menduar të bëhen ato vende që për fëmijët mund të kenë më shumë interes. E tillë është edhe vizita në kopshtin zoologjik të qytetit. I ngritur mbi kodrat e Selanikut, ai shtrihet mes një gjelbërimi shlodhës në vendin e quajtur 1000 pemët. Sa po futesh në të, duket se këndi i rezervuar për shpend të tillë si pelikani, mjellma apo pulbardha dhe rosaku kërkojnë të ruajnë tek vizitoria të pamje të qetë që të jep gjelbërimi i pyllit. Por ky është vetëm fillimi, sepse fill pas tyre është këndi i kafshëve të egra që nis me ariun dhe vazhdon me ujkun, çakallin dhe elbron e riqebullin. Të mësuar me vizitorët, ata lëvizin vazhdimisht në kërkim të sendeve ushqimore të hedhura në drejtim të tyre. Mbile duket sikur këto ata i kërkojnë me insistim. Nga të dhënat që lexohen në tabelat e tyre shoqëruese, vizitorët mund të mësojnë se nga xhviset të Greqisë janë marrë apo gjenden këto kafshë dhe shpend. Mëtej, një nga kafshët më të bukura, më të buta dhe më të afrueshme me njeriu, sorkadhja dhe dreri. Sa po ti të afrohesh me një gjethe në dorë pranë rrjetës së telit, ajo të vjen, dhe ndërkohë që përtypet, të lejon ta prekësh dhe ta përkëdhelësh.
Nga shpendët në këtë kopësht gjenden shqiponja, bufi, gjeli egër, palloj, fazani e deri tek papagalli. Ndërsa në grupin e kafshëve shtëpiake gjen gomarin, dashin, ndhin dhe cjapin. Duke shëtitur, harron se koha kalon. Në përhumbjen e kënaqësisë që të sjellin duke i parë, fillimisht nuk vore se mungon mbreti i tyre, luani, tigri, leopardi, majmuni, e pse jo elefanti apo gjirafa. Po, s'ke që bën. Ndoshta mundësia për t'i parë nga afër disa prej tyre na jepet në ndonjë kopësht tjetër zoologjik. Për vizitën në muzeun e Filipit të Maqedonisë dhe të birit të tij Aleksandrit të Madh, ne do të kishim dashur të ndaleshim më gjatë. Por për arsye të rregullave të muzeut, nuk mundëm të xhironim. Ndaj, sa përkureshte disa pamje të pjesës së jashtme të tij. Me kalimin e ditëve të pushimeve, edhe programi i vizitave ndryshonte. Ai bëi gjithnjë e më i larmishëm. Ja, në një ditë tjetër, vizit në fshatin turistik pranë Selanikut. Duke shëtitur, fëmijët mësojnë se popullsia vendase këtu merret kryesisht me peshkim, por edhe me vreshtari. Duke gjetur një moment pushimi, por edhe duke dashur që jo çdo gjë ta mësonin nga ne, ja një bisede shkurtër me një grup fëmijësh. Anisa, cilat janë përshtypjet e tuaja për këtë ditë pushimesh? Atëherë falenderojmë në radhë të parë shoqatën e Vllemëve që na solli në këtë kamp pushimi. Ky kamp është shumë i mirë, gjëja që më ka ngelur dhe më bën përshtypje është se grekët na trajtojnë njësoj të gjithë fëmijët që janë mbledhur në kamp dhe janë pothuajse të gjithë popujt e Ballkanit. Pushimet janë shumë mirë, kampi ka kushtet shumë të mira. Gjëja më e rëndësishme është sepse neve u larguam pak nga ajo rrëmuj që ndodhi në Shqipëri, e larguam pak vëmendjen dhe kaluam ditë të gëzuar në këtë kamp. Po tjetër gjë të rëndësishme për shembull në lidhje ose në raport me marrëdhëniet me shokët e shoqet e tjera, flas edhe me fëmijët e vendeve të tjera. Po, kemi organizuar dhe lojra të ndryshme, kemi bërë kërcime nga më të ndryshme, gjëra që s'do na shuan kurrë nga kujtesave. Një gjë e rëndësishme është dhe aktivitetet që ka organizuar drejtoria e kampit. Çdo natë ne organizonim një si tip feste, disko e të tjera. Të gjithë fëmijët bashkoheshin bashkë, njëkohësisht kanë organizuar dhe gara të ndryshme në det. Kemi organizuar dhe grupin e shpëtimit për të mësuar notë të gjithë të vegjëlve që kanë ardhur në kamp e të tjera. Ti si e ke emrin? Ermal. Ermali, si e ke kaluar gjatë këtyre ditëve? Mirë. Çka ke parasysh më mirë? Kam luajtur me shokët, Me kë shok për shembull? Kam shok. Nga i ke shokët? Ka nga Tirana, nga Korça, nga gjitha vend. Me cilët shok ke luajtur më shumë? Me shokët e Tiranës, shokët e mi që i kam pas ngushtë. E Tiranës, a? Po ti, si e ke emrin? Evangelia. Po, Evangelia. Po ti ke luajtur me shoqe? Po. Çfarë lojësh ke? Kam loja të thjeshta me top. Çfarë të ka pëlqyer më shumë gjatë këtyre ditëve të pushimeve këtu? Të gjitha. Të gjitha, ha? Po në gjë që s'të ka pëlqyer për shembull? Asnjë gjë. Asnjë gjë. Ke ngelur e kënaqur, ha? Kosa nga ku qytet vjen? Vjen nga qyteti i Vlorës. Nga qyteti i Vlorës. Di not me qenë që je nga Vlora? Po. Kështu që këtu në Selanik i orientuar i... Po, më pëlqen shumë të notoj
Dhe jam orientuar, kam mësuar dhe notat të tjera që nuk kam ditur. Kush është më i bukur, Vlora apo Selaniku? Selaniku është një qytet shumë i bukur, por nuk ka si qytet jotë. Qyteti time, i fjalë, ku kam lindur. Të pëlqen edhe Vlora shumë, Po. Ke shok në Vlorë? Po. Kam pas tani me që jam këtu, kam pas shumë shok në Vlorë, që më deshin dhe i desha. Dhe tani më ka marrë malli shumë, sepse kam kohë që jam këtu edhe mezi po pres të kthehem. Me që ke mundësi të flasësh në ekranin e televizorit, çfarë do t'i thuash? Ju përshëndes të gjithëve dhe ju puth. Ju si aty afër ke disa peshtike ka? Ja. Të pëlqen peshkimi? Pëlqen. A ke provuar të gjush peshk gjatë kohës pushimeve? Jo. Jo. Me se ke kaluar kohën gjatë tyre ditëve të pushimeve? Me det. Vetëm me det? Me lojra. Çfarë lojra është për shembull? E lojrat që ka kampi. Kampi. Lojrat të tokës apo të detit? E tokës edhe të detit. Ti kë pëlqen më shumë? Të tokës. Të tokës. Për shembull, çfarë loje? Futboll, basketboll. Çfarë mendimi ke ti për këto ditë të pushimeve këtu? Qatë, ja, kalojmë kohën, bim plazh. Po është mirë shumë? Mirë është. Ti kishe gjë për t'i thënë shokëve tu? Po, Çfarë? që më ka marrë malli edhe doj që të vi prap aty. Do të shkosh prapë në Vlorë, a? Po. Shok këtu ke? Shok nga Greqia, Selaniku? Kam. Çfarë mendimi ke për to? Çfarë marrëdhëniesh ke? Edhe si shok të Shqipërisë nuk jam këtu. Kështu, me mallin për vendin tënd dhe shokët e tu, në një ditë të gjatë në det dhe një mbasdite të këndshme, kthimi natën për në kamp ka të bukurën e vet përmes rrugëve plot dritë të këtij qyteti të zhurmshëm. Veç fjala kthim në kamp nuk do të thot për të fjetur. Në një nga sallat e tij ka mjaft gjallëri. Ajo pjesë që nuk ka qenë në shëtitje është në një program artistik dhe këto janë të përnatshme. Këtu çdo grup fëmijësh sjell para moshatarëve të tyre një pjesë të kulturës, zakoneve, këngëve dhe valleve të vendit të tij. Tingujt e ndryshëm muzikor nuk pengojnë askënd nga çfarë do vendi qoftë. Përkundrazi, me këngët dhe vallet e fëmijëve tanë, këndojnë e kërcejnë edhe ata grek, bullgar, rumun e të tjerë dhe anasjelltas. Në këto ambiente secili mund t'i tregoj shokut për vendin nga vjen, për mënyrën e ardhjes këtu e të tjera e të tjera.
Një fragment të tillë bisede ne dëgjuam mes fëmijëve tanë dhe të tjerëve në sallë. Ata tregonin për këngët dhe vallet e tyre vlehe, për mënyrën e të kënduarit dhe të kërcyerit, për shoqatën që u kishte mundësuar ardhin këtu. Bile ata tani, sikur bureshin se Xhaxhi Kristo Goçin, kryetarin e shoqatës, tani e kishin edhe deputet në parlamentin e tyre. Të dashur fëmijë, ndoshta me dëshirën për t'ju treguar sa më shumë për këta fëmijë u zgjatën paksa, por ta dini se ende do të kishte gjëra për të treguar. Bile do të vazhdojmë edhe pak, sepse shumë prej jush që na ndiqni mund të pyesni. Po në të ardhmen, si do të bëhet? Dëgjoni. Po, si keni organizuar mënyrën e sjelljes së fëmijëve? Sjellja e fëmijëve ka qenë mobilizuar komplet shokët e drejtues të shoqatave kryesisht, në bashkëpunim me shokët e filialeve që janë këtu në rrethet e Greqisë dhe të Shqipërisë. Kryesisht kemi sjellë në Greqi rreth 500 fëmijë shqiptar në përgjithësi për çdo sezon dhe kemi bërë kërkesën dhe presim tani në vazhdimsi të krijojmë kushte sa më maksimale, domethënë edhe për numrin e sjelljes së fëmijëve nga Shqipëria në Greqi, të shtojmë edhe një sezon tjetër pushimi. Nga 3 sezone që pas deri tani, mendojmë që ta shojmë në 4 sezone pushuese. Për më mbrapa, për vitet që vijnë? Për vitet që vijnë kemi menduar dhe shpresojmë se këto marrëdhënie do të zhvillohen më tepër edhe me shoqatën e vëllezërve të Greqisë dhe premtojmë dhe kemi shumë shpresa te forcat tona dhe mundësitë tona që të krijojmë kushte sa më maksimale për qëndrimin për përmirësimin e marrëdhënieve si midis dy shoqatave ekzistuese vëllezërve të Greqisë dhe Shqipërisë, ashtu dhe qëllimi përfundimtar që është forcimi i marrëdhënieve për një fëmijësi sa më të mirë, gjë që intereson gjithë vendin tonë. Po, të gjitha këto janë të vërteta. Për fëmijët që do të mësojnë e sillen më mirë, shoqata e vëllezërve të Shqipërisë po punon për vazhdimin e kësaj tradite. Ja, para kthimit ne xhiruam edhe ardhjen e fëmijëve të tjerë pushues. Për pushuesit e rinj, ditë të gëzuara dhe me diell. Ndërsa për zotin Kristo Goçi dhe zonjën Arta Jica, një falënderim nga grupi i televizionit, nga dashamirësia e të cilëve u bë i mundur realizimi i këtij emisioni.